Deputet të nderuar, zonja zotri, sot gjindemi përballë një paradoksi, e ky paradoks është i tillë që qeveria e re na propozon një buxhet të vjetër dhe na propozon buxhet pa e pasur të aprovuar programin e vet qeveritar dhe pa e pasur të aprovuara prioritetet e veta qeveritare. Rrjedhimisht, qeveria e re zbaton politika qeverisë të vjetër, dhe nuk mund të flasim se do të ketë ndonjë përmirësim ku me di çfarë në Kosovë vitin e ardhshëm apo viti që të vjen me buxhetin cili na është dhënë sot, apo me propozim buxhetin që na është dhënë sot. Diskutimin do ta baj në rrafshin e kërkesave cilat i ka Bashkimi Evropian, cilat i ka BE-ja për Kosovën në proces të reformave. Ministri i ri i jashtëm, zoti Hashim Thaçi, sot thot procesi i antarësimit në BE është komponenti më i rëndësishëm i reformave të brendshme dhe të jashtme. Unë nuk kam dëgjuar që ekzistojnë reforma të jashtme. Domethënë kjo është një shpikje e ish kryeministrit dhe zaventës kryeministrit parë. E çka është integrimi evropian? Nuk është reforme jashtme, po nënkupton rregullim tillë të brendshëm shtetëror që garanton mirëshenje sociale, ku ka sistem funksional publik, ku shteti ka rregullim të brendshëm koherent dhe qeverisja ka qasje strategjike zhvillimore. E buxheti që na është propozuar sot, a është në harmoni me deklarimet e vazhdueshme edhe të kësaj qeverie të Republikës së Kosovës se ne kemi synim integrimin evropian. Po fillojmë prej ndarjes të niveleve më të larta ekzekutive. Qeveria e re, me politika të vjetra, i emëron 21 ministra, dëshiron të i emëron 71 ministra, zaventës ministra, më falni, e kjo do të thotë që stafi për krahas për gjithë këtë numër është diku rreth 460 antar, këshilltar politik e administrativ. Me këtë logjik, 28 dikasteret e Komisionit Evropian në BE do duhet i kishin rreth 120.000 staf për krahas politik e administrativ, e me këtë logjik, me 14 dikastere qeverisë në Shtetet e Bashkuara, dikun duhet të punësoheshin 76.000 staf për krahas politik e administrativ. Me këto çka po thojmë ne. Të me thonë, është e qartë që nuk ka, që ekziston shpërputhje e jashtëzakonshme e deklarimit për integrim, për kushtimit dhe realitetit dhe veprimeve cilat po vetëm po paralajmërohen se do të miren. Më konkretisht, BE-ja me vite na thot që në Kosovë duhet ketë forcim të planifikimit fiskal dhe respektim të rregullave fiskale cilat janë shkel në mënyrë të vazhdueshme. Ne këto nuk e pam sot në projekt propozim. Ky projekt buxhet bazohet në kornizën e afatmesme të shpenzimeve 2015-2017. Po kjo kornizë afatmesme e shpenzimeve nuk ka qasje strategjike për zhvillim. Këto e identifikon edhe vetë Bashkimi Evropian dhe kërkon nga qeveria e Kosovës apo qeveritë e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme që buxheti të jetë pjesë e një strategjie zhvillimore të vendit. Nuk e pam këtë sot. Në njëjtën kohë prap po e vërtetojmë një mbyllje të syve përballë një realiteti jo të mirë, të keq realisht, i cili është para nesh. Ne që një muj ditë apo më shumë se një muj, kemi 500 qytetarë në ditë që i lëshojnë Kosovën. Dhe më thonë, disa ambasador deklarohen se kjo është egzod i popullit tonë. Pse pra nuk po mirën politika tilla fiskale, cilat e zbusin nivelin e varfërisë? Rrjedhimisht, pse nuk hiqet TVSH-ja 16% në produktet bazë? Miell, sheqer, krip, vaj, pse nuk po e ndërmerr edhe këtë hap qeveria në krizën cilën na jemi. Neve po na thuhet ne do të bëjmë reforma në arsim me gjëra të tjera, po me buxhet minimumi për rritje cilësisë në arsim
është 4.3% e buxhetit, se ne është më afër 3-shit se sa 4.3-shit. Do të thonë kemi huqë edhe vitin 2015. Thuhet do ta luftojmë korrupsionin e krimin organizuar, nuk ka rritje të buxhetit për mekanizma të cilat janë të thirruna që ta luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar. Kemi shpërputhje deklarative dhe reale. Prioriteti i Kosovës mbetet autostrada 600 milion euro, në fakt nuk është as autostradë. Me të gjetunat e të tjerëve, prioriteti duhet jetë arsimi, energjia, imagjinoni distribuimi i ujit, që 15 vjet na kemi mri me pas rjetë të mirëfill distribuimit ujit në vendin tonë, nuk ka forcim të sektorit privat dhe nuk e morëm përgjigjen si do të largohet ndikimi shtetëror në ekonomi. Kjo po del që ne po kemi përsëritje të buxhetit të infrastrukturës. Me infrastrukturë nuk rritet cilësia dhe me infrastrukturë nuk mbahen qytetarët tonë mrenda. E kam kërku edhe kisha lut Ministrin e Financave të sqaroj a nuk kam ditë sa gjej unë, apo nuk ekziston në projekt buxheti në vitin 2015, se me nënshkrimin apo me ratifikimin tonë të MSA-s, ne i humbim 200 milion euro në vit. Këto do të kompenzohen, po këtë 200 milion, apo më shumë se 200 milion euro, unë nuk e gjeta në projekt buxhetin cilin e keni dorëzuar. Dhe është përkeqardhje që ne po flasim edhe një herë për buxhet të vazhdimësisë. Shoqëria jonë është në thyrje të madhe. Edhe që kjo është thyrje apo shembje e shoqërisë tonë nuk na gëzon asnjërin nga ne. Mendoj që nuk është dashur që të nguteni që të na jepni për buxhetin tash. Ne kemi mujtë edhe në janar diskutojmë për një projekt buxhet të përgatitur më mirë, të me marrë parasysh krizën e gjithë bashkë me para cilës ndodhemi, kishte me qenë më e mirë, po t'i kishtit ftu ekonomistët nga çdo grup parlamentar, që ta kemi një buxhet të tillë, i cili mund të përballet me kërkesat dhe nevojat dhe me sfidat cilat do t'i përjetojmë gjithë vitin e ardhshëm.